Our film tells the story of three couples. Një histori për dashurinë dhe ndarjen e dhunshme që ndodh në një botë surreale të viteve 60 në Shqipërinë komuniste të Hoxhës dhe që tregohet përmes dëshmive të njerëzve të cilët e jetuan atë periudhë. Përballë njëri tjetrit viktimat me historitë e tyre tragjike dhe akuzuesit e papenduar. E gjithë kjo dramë trajtohet në 66 minuta në dokumentarin artistik Divorc Shqiptar i regjizores bullgare Adela Piva, që u shfaq në Tiranë në kuadër të festivalit të filmit ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit në Shqipëri. Sipas regjizores bullgare Adela Piva, dokumentari i saj është një film politik që dëshmon se si politika mund të ndërhynte në jetën private dhe intime të njerëzve. Ky film, shprehet ajo, nuk është vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha vendet e tjera ku njerëzit kanë kaluar në për të njëjtin kalvar. Dokumentari përcjell historinë tragjike të tre të rive shqiptar, të cilët u martuan me vajza të huaja gjatë regjimit komunist, por që u ndan brutalisht prej tyre. Arsyeja zyrtare ishte për spionazh. Today, what happened then seems a nightmare. Vasil Orgoska lives all alone in Korça, his hometown in southern Albania. Kjo fotografia është bërë në ditën e dasmës. Kochany w misie. Kłótki w domu nie było. Zgoda. E dashuronja dhe prandaj vendosëm të martohem. Edhe ajo më deshte shumë. Regjisorja bullgare ka ndjekur historinë e të riut Vasko Orgocka, i cili gjatë studimeve në Varshavë u njoh me Barbaran, një vajzë nga Polonia. Dy të rinjt vendosën të jetojnë në Shqipëri, pa menduar se shumë shpejt ndatyre do të nisë kalvari i vuajtjeve. Ishte koha kur Shqipëria prishi marrëdhëniet me vendet e ish bllokut sovjetik. Të dy u dënuan me nga 25 vite heqje lirie. Pas disa viteve në burg në Shqipëri, Barbara dërgohet në gjendje të rënd mendore dhe psikiatrisë së Varshavës, ku ndodhet edhe sot e kësaj dite. Regjisorja bullgare sjell në dokumentarin e saj edhe dëshmitë e ish prokurorëve dhe oficerëve të lartë të tre çështjeve të trajtuara. Gashëm në Korça në mos gabojmë i kam pasur gratë polake. Po egzaktërisht tani se mbaj mend mirë. Se mosha bën atë të saj. Barbara më duket u thoshin. Ky është pandikonomi. Prokurorit që kanë pasur në proces. A shquajtë agjentë? A sabotim në, nuk e di ku punonin ata. A agenda sabotima, s'më kujtohet mirë eksakt. Njëri prej tyre Ylli Idi shprehet. Të dhënat e kishim se ishte majore e zbulimit polak. Ishte femër shumë e zgjuar, shumë e shkatët, shumë trime, shumë agresiv. E në fund thot, nuk jam bërë pishman, mbase unë për këtë paguesha. Kështu mbyllet edhe filmi. Ekzekutorët vijojnë jetën e qetë, ndërsa tre çiftet vuan pasojën e përsekutimit dhe ndarjes së dhunshme komunist. Në përfundim të dokumentarit, politikani Sabri Godo, i cili ka vuajtur një histori të përafërt me bashkëshorten e tij, nga që nuk i përkisin së njëjtës klasë shoqërore, kujton për ato shën, ato vitet të hidhura për shqiptarët. Ndonjëri rezistoi me kokëfortësi dhe ai u nënshtrua pastaj persekutimit. Jo imediatisht, po pas ca kohe kështu. Ndonjëri përfundoi në burg, të tjerë u internuan. Bile kjo u shtri disi edhe te njerëzit e afërm të tyre, njerëzit që kishin të bënin me ta, edhe në shoqërinë e tyre. Ai që kish marrë një grua të huaj atëre duke menduar se do të ishim një aty e mbrapa, mbi atë rëndoi një mallkim i madh. Edhe u përjetuan drama me të vërtet të rënda, sepse ishin njerëz që kishin ende lidhje dashurie, por ishin dhe fëmijët në mes, sidomos ajo e bënte më të rënda.